për shpije. U ka mora e ma lio për shpije. Mali u ka mor zemra, është për vëllu e bre. Kush kalon nonene, kush kalon gru e. Kush kalon nonene, kush kalon gru e. Kush kalon gru e bre, kush kalon nonene, s'nalon lotët nono, buko me ngrone. S'nalon lotët nono, buko me ngrone. O një zambore një zom të ngrate bre, bohemi bashk morta, shkrujmo një karte. Bohemi bashk morta, shkrujmo një karte. Moreta, shkrujmo një karte bre, tua qoj me nonave në to vilate. Tua qoj me nonave në to vilate. Tua qoj me nonave vila jete bre, djem të tu more jon, gjale s'kan vdekje. Djem të tu more jon, gjale s'kan vdekje.
bukurie, o moj bukurie. Hyne vale, o moj bashkëtare, i si t'gardije, o moj bukurie. E luj me mu në këtëma, mos e qyra sat, kur s'to të qesh si u janë, po luj pa hile mos undan. E luj me mu në këtëma, mos e qyra sat, kur s'to të qesh si u janë, po luj pa hile mos undan.
E allol da bov zodi. A mi shprave. Hall dibre. Hall dibre o bac. Hall dibre si me që përzi me flori. Kjo pilafi. Kjo hall dibres. Shivo bac. E më e mira është mishi kryeministi i Sofrës kur thotej. Shive mish. Mish bio, kemi dika zona këtu.
Moj lulia e vjeqës O me qatë si këlleti qane Rritë me ujtë vjeqës Më e shumë të shera Kushës të të kare Arte butë në kara jote Si vola me mare Vabia rrugë. E bje kënjaj? Shika marrë mali për dharë. Dëqaka se po dheja se po një dëqaks. Sot, vendlindja jonë ka hapur krahët për bitë e saj. Mirë se erdhën për të shmallur në vendlindjen tonë përbashkët në këtë vend ku kemi lindur e jetuar për shumë e shumë vite së bashku në harmoni të plotë. Nuk mund të gjesh as një vend Shqipëri dhe më gjërë ku të ketë përballë fushën përfaqësuar nga ogretët e epra e gjithë tokët e tjera. Të ketë përballë Kodrën e Zaberit dhe Ras Saramanit, pra fusha përballë malit dhe në mes të kemi simbolin e fshatit ton, gjurën që është krenaria të gjithëve. Gjura që gurgullon, gjura që freskon, gjura që vadit çdo centimetër të kësaj toke. Gjura ki simboli fshatit ton që na bën krenar të gjithëve, i ndërtuar kështë disa vite më parë, i mbajtur nga brezi i sotëm dhe lënë trashëgim brezave që të vinë. Ky simbol bën krenar jo vetëm të qakasit autokton, por bën krenar të gjithë bijat, niprit dhe mbesat që me krenari e thonë, po, ne jemi bitë të qakës, po, ne jemi mbesat e qakës, po, ne jemi niprit e qakës, dhe ne ndjemi krenar se trashëgimia jonë vazhdo në gjithë fshatat kota jetojnë dhe vigjelojnë. Ndaj, nipër, bija, mbesa, mirë se erdhat në vendlindjen tuaj. Nuk mund të harrojmë kur takimin e parë të para 4 viteve. Nuk mund të harrojmë kur ditën e shtunë të para 4 viteve, ku një grup u përpoqën të organizojnë pa ditur se si do t'jetë suksesi, pa ditur se si do të realizojnë. Dhe e kujtojmë me shumë respekt të shtunën e parë kur Zhevat Dika hapi shpinë për të gjithë rreth 100 vetë që erdhëm nga gjithë trojët. Nuk mund të harrojmë kur të dielën e parë të para 4 viteve, kur ne u mblodhëm si asnjëherë tjetër, gëzuam dhe u shmallëm me njëri tjetrin. Kur nuk mund t'i harrojmë fjalët që shumë nga bashkëdhetarët tanë. Nuk mund të harroj kur fjalën e Fajit Palit, i cili tha, edhe po të vdes, nuk jam i pishmanit se u takuam një herë. Nuk mund të harroj kur fjalën e Zhumedinës, Rahmetit Gjetkoçja te ku ashtë, që tha, nuk e di, nuk e pas kam ditë sa shumë mall pas kam pas për Diqakën. E ardhur pas rreth 35 vitesh në Diqakë. Kujtojmë fjalën e Salidikës, i cili tha, unë nuk di të flas, por ju që e bët të gjë, Zoti ju bekoft. Ju që në bashkuat, Zoti ju marsoft. Një falënderim i veçantë u takon atyre që bën të mund të sponsorizimin e viteve të para, ku do të përmendja vëllezrit Nuzi, Hajedin,
Zhevahir Zhelanuzi dhe Selami Dikën Rushit Krajnë. Respekte mi njohe për gjitha ta kontribusit moral të çdo familje diçakase që na priti dhe na respektoi si bitë e saj. Falenderojmë çdo njëri që pat besim tek unë, duke më varur në qafë kurin e rëndë të besimit dhe të suksesit. Një falenderim me zemër shkon për të gjithë bazën e gjerë të sponsorizimit si vjetëm, të cilët e bën të mundur realizimin e kësaj feste. Natyrisht do bëjmë thirrje të gjithë atyre që janë struku në qetësinë dhe rahatësinë e vet, ndoshta dhe nuk kanë mundësi, por dera e vendlindjes do të jetë gjithmonë e hapur për ta. Të parët tanë krijuan identitetin e diçakës, krenarin e brezave tonë. Brezi jonë e forcoi, e organizoi dhe feston këtë identitet. Dhe brezave të arshëm u takojnë ta vazhdojnë, e të na kujtojnë për vazhdimsinë e aktivitetit. Tani rruga është e hapur. Le të vazhdojnë të ri, le të detojnë e pasurojnë historinë e fshatit, le të ruajnë traditat, le të mbajnë simbolet e fshatit, gjurën, shukrin dhe xhamin, që janë trashëgimni e historisë së fshatit tonë. Ajo që unë garantoj personalisht është se kudo që të ndodhem, gjithmonë do jem kontributor brenda mundësive për realizimin e festës diçakës. Ta gëzoj brezi i ri, trashëgimnin e fshatit tonë. Ju falenderit dhe më njohë secilit për jush. Sot është ditë e shënuar. Sot është dita që ne do të rësojmë stafetën. Është dita që ne do të marrim angazhime të reja. Është i lirë dhe dëshirë që çdo njeri të flasë. I vetmi që unë e caktoj të flasë është Qilpani. Hajde kush të dalë. Sot kam pas i gëzim të jashtëzakonshëm, kam taku jashtë mase gjithë ato tri që kishte vite si kisha pa, janë bo quna e goca, rinia, po përparojnë diçak se cili maj mirë se tjetri. Përgëzoj gjithë bijat që kanë ardhur sot, mbesat, niprit, gjithë që kanë ardhur sot e mbletu në këtë fest. Dhe Zoti inshallah va shpërblen në fëmijët e vet e gjithë shka. Unë kishe ati gjona. Gjithë ne si bashkëqatar që jemi ti fshati, duhet të kontribojmë kush më shumë, kush më pak, ai që s'ka mundësi mund të bëjnë një diçka tjetër që këtë qendra e fshatit tonë, këtë gjurra, duhet të jetë një qendër shembullore. Ai që s'ka mundësi me kontribu nga ana financiare, mund të bëj punë krahu, një punë ustaj, një diçka që pa pas asis gjonë në dishje, jo ki boni shu, ki boni ashtu, se nuk shkon asje për pare, nuk hecet, po të kemi këto dhe menimesh. Unë i pari, bile kisha për të thonë edhe diçka tjetër, ka shonë se në manë diçaka tani, po bëmi gjithë grupë, unë po heqi plakat e bulevardit Peshkopis dhe kena mundësi që këtë sheshin ke gjura ta bëjmë jashtëzakonisht bukur që të marrë, që të ketë zili nga gjithë fshatat e tjera. Kështu që pak ma vonë të të mbledhemi në grupi. Jo, le të më dhejtë, jena pak ma të më dhejtë mosh, duke vu para Zhevat Dikën, Shukri Turmën, Lomi do të kontribuoja këtu në punë. Dali Palin, pa tjetër, s'ka diskutime. Kurse Seferi e Rustoni, e ca tjerë që u jepët për Rusta, do të kontribuojnë punë krahu. Luti i pari, se ka venu. Luti o trak shumë të kontribuojnë.
koma, krau. Po. Kështu që, gjitha qura tri që janë këtu, me organizu, shtishin e organizu sot këtë fest, e qëtë qytetin po yrë. Ju falenderoj nga zemra gjithve. Gjithë ato që kanë mundësi, ku janë në Itali, në Angli, në Greqi, kush këtë mundësi, sa do pak, edhe për emër, që ta vem një emër të fortë në Diçaka, kemi dikushe, dhe shumë shpet edhe unë dhe të pëshmos, që në bugjetin e 2025, duke bashkëpunu me kryetarën e bashkisëm edhe me tjerë, edhe me qeverin dhe të realizem edhe rrugën, me asfalt. Projektin dhe dhe pojë unë, pa shpenzimet e bashkisë. Kështu që vitin tjetër, nofta mund të këtë fillu. Vëllezër në motë, bia e mesa e nipa, e stërnipa, të këti veni, që e ka një shu këtë vend sot. Por mos harroni, se këtë vend e ka një shu për herë. Gjysha, kasër gjysha, baba, po edhe na. Mos i harroni këta troja. E nuk të foli fort shumë. Për di lafet e lëmas krejt do të foli. Se të ramej. Oj ti qak e vokën pas ke qonë, po kërkuj nuk ja ke lonë. Zotë Rëmzi, e tani me knashësi, sepse për herë të parë për shofi mund, përshënisht, do të ftoja Ferit Durmën 2 fjallë. 2 fjallë përshëndese, ndoshta dhe një angazhim. Ju përshëndes gjithve. E gëzohem shumë që ju shoh kështu të mbledh në këtë fest. Edhe kështu e pofshi gjithmonë e jetë. E gëzuar për gjithmonë e pofshi. Shumë goja, naj tjetër! Përshëndetje të gjithëve. Duke marrë shkaset nga fjalët e parafolsve, mendoj se i kanë të gjithat vërteta. Mu nuk më kele gjë tjetër, vetëm të t'jap kontributin fizik dhe teknik për të realizuar ato objekte, pa pagesë. Se të themu, nuk du të bërtas si Rëmziu, se atë si ku e ka frikni. Të dashur bashkëfshatar, më vjen keq vetë për një gjonë. Par vjetë që isha, pash sa më të më shujt tonë të fshatit dhe këtë herë nuk i shofë do të më. Nuk kanë ardhë me fjallë. Kurse kur është në të gjithë atyre, mbështes projektin që foli Ushiti dhe shokët e tjerë, edhe kalofshi sa më mirë, sa më gëzuar, shëndet në familjet tuja, do që jeni. Faleminderit. Ate, ka në tjetër që ka në verat? Aso kujto të shqipës? Ju lutëm, kam një menim, po gjithë në katurnar do t'jemi gjithë një fjale, gjithë një zori. Kjo kisheshi tuk e gjura që ishte mërë shpar ku kalun dhit. Ashtë mirë që sistemohet, të regulohet, edhe ka veni tjera se dush ka toni me kalun dhit. E ti, po. Pregatit mi të parë, shimuar,
Hematimi special të specialistë. Qafa, qa ka Qafa? Hajde Qafa. Jo, vjetë thotë. Herën tjetër ka menimi, nuk kena për të marrë kushinet dhe të gatojnë gratë e diqaks. Absolutisht, ushqimi se është gatuar diqak për grave diqaks nuk është hongër në vende tjera. Kështu që herën tjetër vetëm vetë. Rrie mërka i si ati. Atëre ju falënderit gjithve. U takofshim për herë më mirë, për herë më të shëndetshëm, për herë më shumë. Drejt vendit, muzika do të vazhdoj, ushqimi të ta shijoj. Posel të në rosh. Si ju? E për dje fodëm në kamerë. Bia për smarë. Bo janë i gëzuar janë në përgjë. Ate gëzuar një gjithve. Shumë është i përshë mirë. Inshallah vitet tjera ma mirë. Ka një më gota të edhe. Oke, mirë. Po shani vjetë. No, finita.
Ja patrzysz na tiraż. Czyś do siebie. So more lao kona kun vandirio o capio baira kun nusiaeo o gio tu vaku la kana zoter more fe usurga ni ai debit more
qyqe, o mori shyre, ti e ka vete, sa pas të lezet. Hajde luj qyqe, mori shyre, ti e ka vete, sa pas të lezet.
Përshëndetje bashkëtar nga Tevfik Skerja nga Kanadaja. Ju përshëndet fort. Hajde Kanadaja. Sa shumë nëlloj jam mërzit, vitëm se do t'ina I dit, kam marrë madhe shumë e t'ka, zemra shumë mu ka bla. Sa shumë nëlloj jam mërzit, vitëm se do t'ina I dit, kam marrë madhe shumë e t'ka, zemra shumë mu ka bla.
Interesante.